Kusha njeri më i famshëm historinë e njerëzimit që ditë për ditë përmendet. Do valla njeri më i famshëm në historinë e njerëzimit kush është? Muhammed alayhis salam sallallahu alaihi wasallam. Para mendoni, Allah i thot wa rafa'na laka dhikrak, ta kina ngrit famën. Para mendoni, la ilaha illa Allah. Para mendoni, nuk ka zot tjetër posa Allahit. Kush vjen më njerëz? Muhammedur Rasulullah. Ka më krenari se kjo. Allah Azza wa Jalla ka ngrit famën më shumë në historinë e njerëzimit Muhammed alayhis salam. Namaz në tehiyat e përmenda, në za përmendet, në hadithe përmendet, në ligjërata përmendet. Ku të shkojsh në shtëpinë tënde përmendet. Nuk ka çast mane men, nuk ka sekond që kalon në botë që s'përmendet spaku një herë Muhammedur Rasulullah. A kuptoni? Jo sa Allah ja ka ngrit famën Muhammed alayhis salam. Jo njëri më i famshëm që një historia e njerëzimit, që kur s'ka më arrit kërkush mu bo më i famshëm se pejgamberi alayhis salatu wassalam, vetë se Allah Azza wa Jalla ja ka ngrit pejgamberit alayhis salatu wassalam famën. Wa rafa'na laka dhikrak. Para me do, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, sa emri ma. La pa lind pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allah ja ka ngrit famën. Ja ka ngrit famën shumë nalt pejgamberit Allah.